por këtu duket se nuk është vetëm një aktor, ka edhe aktor të tjerë që e bëjnë edhe të pamundur dhe interesa që përplasën, se për shembull dhe aleatët e Rusisë, siç është Kina dhe Brazili janë kundër që ai të marrë territore. Turqia nga ana tjetër, e cila është futur si një aktor shumë i rëndësishëm tashmë në negociata. Bashkimi Evropian që nuk do të krijohet një precedent i rrezikshëm. Pra duket se ka shumë përplasje interesash që nuk mbyllet dot vetëm me një palë. Po, është qartë kjo, nuk diskutohet që nuk do mbyllet. Po, do të dëgjoj. Po, është qartë që kjo nuk mbyllet dot me njëherë, të paktën këtu unë quaj të rëndësishëm pozicionin e aktorëve evropian. Kur flasim në raport të shohim interesat e botës perëndimore, sepse edhe kjo na intereson. Në fakt po duhet jemi të ftohtë në gjykim në aspektin e analizave. Tashmë ka një pozicionim të aktorëve kryesorë evropianë dhe edhe këto aktorë tashmë i kanë dhënë një mesazh qartë presidentit Trump që ata nuk çfarëdo pozicioni që të mbajë Amerika, ata nuk do ta lejojnë që të shkelen apo të bëhet një paqe pa drejtë për Ukrainën. Dhe në një farë mënyrë duke u nisur edhe nga pozitat mohuese apo nga zvarritja e bisedimeve që po bën presidenti Putin, Trumpi në një farë mënyrë e ka forcuar pak lidhjen me këtë lidhje, sepse në fillim Trumpi po ta kemi pozicionin e kemi analizuar në studio bashkë. Presidenti Trump madhe pozicionin e një që ishte mbi gjitha palët dhe do të jepte verdiktin. Kurse vërtet është ajo që tha që edhe Kina dhe këto nuk janë për ndryshim territorësh, por është buxheti Kinës, buxheti Indisë që po financojnë luftën në Ukrainë, domethënë pikërisht ato nga blerja që i kanë bërë ato naftës dhe gazit rus, ato me atë buxhet po financojnë Rusia luftën. Këtu kjo nuk që ta lehtësoj këtë punë, që të ketë një zgjidhje të mirë, këtë punë duhet përsëri pozicioni i presidentit Trump. Pozicioni i presidentit Trump duhet jetë i vendosur. Ai duhet ja bëjë të qartë Putinit që do të vendosen sanksione. Nëse vendosen sanksionet ndaj aktorëve dytësor, pra sidomos kjo nga sanksionet ekonomike të cilët mund të arrijnë të tërhiqin gjithë to, edhe aktorë të tillë si Kina apo India apo shtete tjera që zhvillojnë biznes apo që zhvillojnë tregti me Rusinë, nëse këto do të sanksionoheshin që mos zhvillojnë, ata që zhvillojnë me Rusinë, mos zhvillojnë apo të kenë një tarifë prej 500% në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetëm kjo është një zgjidhje që një nga ato që do ta detyrojë presidentin Putin që të ulet në negociata serioze, pra jo me kërkesa maksimaliste, siç ka bërë ai deri tani, pra por të ulet në negociata të cilat fillimisht në një ampushim dhe pastaj të shkohet drejt qoftë një ngrirje të konfliktit, sepse kështu si po shkojnë zhvillimet, domethënë Ukraina tregoj që nuk ka ndërmend dorëzohet dhe absolutisht dhe ka kapacitete, nuk i ka kapacitetet e mëdha në fushën e betejës, por ka kapacitete të tilla menaxhuese, planifikuese, menaxhuese dhe ekzekutuese, sidomos në raportin e operacioneve speciale siç bëri me rastin e goditjes së avionëve strategjik bombardues të Rusisë. Pra ishte një sukses i papam, ka qenë një sukses i madh i Ukrainës se ka treguar kapacitetet e saj në këtë fushë, gjë që shumë shtete tjera nuk do të arrinin dhe nuk do të arrinin dot ta realizonin, domethënë një planifikim dhe realizim i tillë. Pra nuk ka ndërmend Ukraina dhe presidenti Putin mendon se do ta çojë drejt kapitullimit. Nuk do ta çojë dot, konflikti do të zgjatet. Por këtu vendimtar përsëri është roli i presidentit Trump. Nëse presidenti Trump vendos që të ketë sanksione dhe këtu do jenë fut në lojë edhe senatorët amerikanë të cilët po përgatisin një ligj që do ta detyrojë tashmë jo me urdhër ekzekutive, por do ta detyrojë presidentin Trump që të vendosë sanksionet ndaj aktorëve dytësor deri në 500%. Kjo do ishte një fitore e madhe për Ukrainën dhe për gjithë komunitetin perëndimor, domethënë nëse kjo do të arrijë, kjo pastaj do ta detyronte Rusinë që të ulej seriozisht dhe të pranonte të negocionte, jo të hynte me kërkesa maksimaliste. Edhe një pyetje të fundit kam. Kapacitetet e Rusisë pam në fillim të luftës që pritej që brenda 24 orëve të pushtonte Ukrainën, pam më pas makinerinë që i mbaronte karburanti, që mbetej rrugëve, një ushtri disi të papërgatitur. Dhe për të ardhur deri tek sulmi i fundit,
ku Ukraina, një vend prej 3 vjetësh në luftë, jo me shumë kapacitete për shkak edhe të marrëveshjeve të bëra ko pas kohe, arrin të godas, po them, zemrën e aviacionit të saj, në 4 aeroporte, në urën e Krimes, pra arrin të kryoj një operacion shumë të sofistikuar për vende edhe më të zhvilluara dhe me shërbime inteligjente shumë me kapacitete më të mëdhaja se sa vende si Ukraina. Tregon një farë dobësie tek Rusia kjo? Absolutisht, ju përmendet që në fillim, bile ne kemi përmendur në studio që duket përdorshim ne dikur kur ishim herët, përdorshim edhe që këta janë është igër për letre. Në atë sulmin që përdori, që filloi në kundër Ukrainës, me të vërtet ngelin atë pozicion, i ra reputacionin në shkallë ndërkombëtare, pikërisht ato pamjet kur makinat ngelshin në